Brenda shtëpisë së Big Brother, momenti ndërmjet Benitës dhe Klodit krijon një tension të ri dhe një atmosferë të mbushur me emocione të forta. Gjatë ditëve të fundit, shikimet e tyre ishin bërë gjithnjë e më të shpeshta, bisedat më të gjatë dhe afërsia mes tyre më e dukshme. Tani, pas gjitha atyre momenteve të nënkuptuar, duket se diçka më konkrete po lind mes tyre. Benita qëndron pranë Klodit, ndërsa ai e sheh me një vëmendje që nuk ka nevojë për fjalë. Shikimet e tyre takohen dhe për një çast gjithçka rrotullohet rreth ndjenjave që ata ndajnë, pa asnjë ndërprerje. Atmosfera bëhet e ngrohtë dhe e qetë, sikur gjithë tensioni dhe debatet e mëparshme nuk ekzistojnë për pak çaste. Klodit I duket e qartë se ai e pëlqen Benitën dhe nuk mund të mbajë më emocionet vetëm brenda. Me një buzëqeshje të lehtë, ai I shpreh pëlqimin e tij për të, duke I thënë sa e vlerëson, sa I pëlqen afërsia e saj dhe sa shumë ndjen që ka diçka të veçantë mes tyre. Fjalët e tij nuk janë të nxitura, ato dalin njëra pas tjetrës me siguri, duke I dhënë një peshë reale momentit. Benita, nga ana tjetër, duket e prekur dhe e lumtur, por edhe e kujdesshme. Ajo e dëgjon me vëmendje, duke ndjerë emocionet e Klodit dhe përgjigjet e saj janë të buta, të ngarkuara me ndjenja që ajo nuk I ka shprehur më parë me kaq hapur. Ky është një moment I sinqert mes tyre, ku fjalët e zemrës ndjekin shikimet dhe gjestet e tyre. Pas këtyre fjalëve, të dy ndihen të lirë për t'u afruar më shumë. Ata lidhen bashkë, duke e bërë marrëdhënien e tyre më të qartë për të gjithë, por edhe duke krijuar një ndjesë sigurie emocionale mes tyre. Për banorët e tjerë, momenti është I dukshëm, disa mbeten të habitur, të tjerë e shikojnë me dyshim, ndërsa disa e përjetojnë me kuriozitet, duke ndjerë tensionin dhe emocionin që transmetohet në ajër. Ky moment nuk është thjesht një puthje apo afrim, është një shenjë e ndjenjave që janë ndjerë prej kohësh dhe tani po bëhen të dukshme. Ata qëndrojnë pranë njëri tjetrit, duke biseduar më e tonë të ulët, duke ndarë mendime dhe emocione që nuk janë shprehur më parë, dhe duke ndjerë një lidhje të veçantë që nuk mund të fshihet. Gjatë këtyre minutave, heshtja ndërpritet vetëm nga fjalët e ngrohta dhe shikimet e gjatë, duke krijuar një tension të ngjashëm me atë të parë vetëm në momentet më të forta emocionale brenda shtëpisë. Çdo gjest, çdo buzëqeshje dhe çdo prekje e vogël tregon sa shumë vlerësojnë njëri tjetrin dhe sa shumë emocion ka mbetur I pathënë deri tani. Ky moment shtrihet për disa minuta, duke krijuar një ndjenjë të qetësisë dhe afrimiteti që duket se do të ndikojë shumë në marrëdhënien e tyre brenda shtëpisë. Të dy duket se kanë vendosur të jenë së bashku, dhe çdo veprim I tyre pasqyron këtë vendim. Publiku ndjek me vëmendje, ndërsa secila shikim, buzëqeshje dhe bisedë përmban një thelb emocional që e bën këtë episod të gjatë dhe të mbushur me tension dhe emocione të forta. Në fund, lidhja mes Klodit dhe Benitës shfaqet si një moment vendimtar, I qartë dhe I